18 nëntor 2025, zgjimi yt i madh shpirtëror ka filluar. Mirë se erdhe. Sot është 18 nëntor 2025. Nëse je këtu, nuk është rastësi. Ti je zgjedhur të dëgjosh këtë mesazh pikërisht tani. Mbyll syt, merr frym thellë dhe lësho çdo gjë që po të rëndon. Sepse sot gjithçka ndryshon. Pika 1. Zgjimi ka filluar tashmë. Sot në mëngjes, ndoshta e ke ndier një dridhje të lehtë në kraharor. Një ndjesi sikur dikush po të prek shpirtin. Ndoshta u zgjove më herët se zakonisht ose një ëndër e fortë të la pa fjalë. Ndoshta një numër i përsëritur, një pend e bardhë në rrugë, një këngë që të erdhi pa pritur në radio. Këto nuk janë rastësi. Këto janë shenja që Perëndia, universi, engjëjt, çfarëdo emri që ti vë forcës më të madhe, po të thërret emrin tënd. Ti po zgjohesh. Jo nesër. Jo javën tjetër. Tani. Pikërisht në këtë çast. Pika 2. Perceptimi shpirtëror po hapet. Merr frym thellë tani, ndjej si ajri hyn dhe del nga kraharori. Ndjej si çdo qelisë e trupit tënd po ndes një drift të vogël të brendshme. Tani po të ndodh diçka që s'mund ta shpjegosh me logjik. Ti po bëhesh një detektor i gjallë i së vërtetës. Kur dikush të flet, ti nuk dëgjon më vetëm fjalët, ti ndjen nëse ato fjalë vijnë nga zemra apo nga maska. Kur prek një objekt, ndonjëherë ndjen historinë e tij. Kur hyn në një dhomë, ndjen menjëherë nëse aty ka pasur grindje, dashuri apo trishtim, edhe nëse të gjithë buzëqeshin. Kjo ndjeshmëri e re është si të kesh hapur një sy të tretë që nuk mbyllet më. Do të ndjesh kur dikush po të mendon intensivisht, do të bjerë një dridhje në shpinë, ose papritur do të vijë emri i tij në mendje. Do të dish kur një telefonat do të vijë 5 sekonda para se të bie telefoni. Do të ndjesh kur një vend nuk është më për ty, trupi yt do të tërhiqet instinktivisht, sikur një forcë e padukshme të thotë, ktheu. Disa njerëz do të thonë, ti ke ndryshuar, je bërë shumë i ndjeshëm. Mos i dëgjo. Ata thjesht nuk e durojnë dot dritën që tani po lëshon. Nga sot, intuita jote është busulla jote e vetme e vërtetë. Nëse ndjen një jo në stomak, është jo, edhe nëse mendja të thotë po. Nëse ndjen një po që të hap zemrën, është po, edhe nëse bota të thotë është e pamundur. Ti tani ke një radar hyjnor që të mbron 24 orë. Çdo ndjenjë që të vjen është një mesazh i drejtë për drejtë nga Zoti. Mos e quaj më ndjesi të tepërt. Quaje udhëzim qiellor. Sepse kështu është. Pika 3. Maskat po bien, zbulimi i së vërtetës. Në javët që vijnë do të shohësh njerëz që i ke dashur me vite të tregojnë fytyrën e vërtetë. Do të ketë mesazhe që nuk kthehen. Telefonata që ndërpriten. Miq që largohen pa shpjegim. Mos u mundojnë të kuptosh pse. Ata nuk po të braktisin ty. Ti po i tejkalon ata. Çdo distancë që ndodh tani është mbrojtje hyjnore. Zoti po të largon nga çdo person, situatë dhe vend që do të ulte frekuencën. Çdo humbje që ndjen është në të vërtetë çlirim. Çdo derë që mbyllet është konfirmim se ti nuk i përket më aty. Lëri të shkojnë. Bekoj dhe lëri të shkojnë. Pika 4. Dhimbja është detoksifikim shpirtëror. Po, mund të ndihesh i lodhur. Mund të qash pa arsye. Mund të dhemb kraharori sikur po plas. Kjo nuk është regres. Është detoks. Çdo lot që bie tani po shpëlan plag 10 vjeçare, 20 vjeçare plag që as nuk i dinte që i mbaje. Çdo natë pa gjumë po pastron memorien qelizore të traumave të vjetra. Ti po digjesh, por jo për të vdekur. Ti po digjesh për të rilindur. Si Feniksi. Dhimbja jote nuk është ndëshkim. Është shenjtërim. Pika 5. Rinisja hyjnore. Kapitulli i ri, merr frym thellë. Ndjej si çdo frymëmarrje po të çon një vit më prapa. 10 vjet më prapa. 15 vjet më prapa. Tek ajo ditë kur ishe fëmijë dhe besove se çdo gjë ishte e mundur. Ndjej si Zoti po të kthen në atë version tëndin që nuk e dinte fjalën e pamundur. Kjo është rinisja hyjnore. Nuk është thjesht një faqe e re. Është një libër krejtësisht i ri që fillon me një fjali të re. Dhe pastaj gjithçka u bë siç duhej të kishte qenë që në fillim. 18 nëntori 2025 është dita kur kontrata e vjetër e shpirtit tënd u dogj përfundimisht. Të gjitha betimet e heshtura që bëre kur ishe i lënduar. Nuk do të kem më besim. Nuk do të dua më kaq fort. Nuk do të ëndërroj më kaq lartë. Të gjitha u shkruan mbi to, anuluar. Zoti i vuri vulën dhe i hodhi në zjarrin e shenjë. Tani ka vetëm një kontratë të re, të shkruar me dritë. Ti je i lirë. Ti je i dashur. Ti je i destinuar për madhështi, ndjej si çdo qelisë e trupit tënd po merr këtë urdhër të ri. Çdo plagë e vjetër po mbyllet nga brenda.
Çdo po sikur të kisha apo shndërrohet në faleminderit që nuk ndodhi ashtu. Çdo më vjen keq që i the vetës po kthehet në më vjen mirë që kalova nëpër të. Ti nuk je duke filluar nga e para. Ti je duke filluar nga lartësia ku të lanë të gjitha mësimet. Me urtësinë e atij që ka qarë, ka humbur, ka falur, ka pritur. Por tani ka krah, sot je si një pemë që u pren deri në rrënje. Dhe tani po del më e fortë se kur, me deg që arrin deri në qiell. Çdo gjë që të është hequr në të kaluarën po kthehet tani në formë shumë fish më të madhe. Dashuria që të iku do të kthehet si dashuri që zgjat një jetë. Paraja që të mungoj do të kthehet si begati që nuk mbaron kurrë. Ëndrat që i varrose do të ringjallen më të mëdha se që i ndërrove ndonjëherë dhe ja pjesa më e bukur. Ti nuk ke nevojë të presësh vitin 2026, 2027. Fillimi i mrekullive nuk është së shpejti. Është tani. Në këtë çast që po dëgjon këto fjalë, ka një derë që po hapet diku në botë vetëm për ty. Ka një person që po mendon për ty pikërisht tani dhe nuk e di pse. Ka një mundësi që po krijohet me emrin tënd të shkruar sipër, mos u mundojnë të kuptosh si do të ndodhë. Ti thjesht je i gati të thuash po kur të trokas. Sepse trokitja ka filluar. Dëgjo. A e ndjen? Është zemra jote që po troket nga brenda dhe të thotë. Di jashtë. Është koha jote. Tani. Pika 6. Dhuntit shpirtërore po aktivizohen. Ti nuk je më i njëjti person që ishe dje. Tani ke dhurata që më parë ishin të fjetura, do të dish gjëra pa i mësuar askumë. Do të shohësh ëndra profetike që realizohen. Do të ndjesh praninë e të dashurve që kanë ikur. Do të shërosh të tjerët vetëm me praninë tënde. Do të tërheqësh para, mundësi dhe dashuri pa u munduar. Këto nuk janë fantazi. Janë frekuenca të reja që ti tani i akseson. Ti nuk je duke u bërë i fuqishëm. Ti je duke u kthyer në atë që ishe gjithmonë. Pika 7. Ti je bërë frekuenca e begatis. Tani dëgjo mirë këtë të vërtet që do të ndryshoj gjithçka. Ti nuk je më duke pritur që të vijë diçka. Ti je bërë vetë magneti. Ti je bërë frekuenca ku çdo gjë e mirë banon natyrshëm. Imagjino një radio të vjetër. Më parë ishe duke e rrotulluar butonin pa pushim, duke kërkuar stacionin e begatisë, të dashurisë, të paqes. Tani butoni u fiksu. Ti je stacioni. Paraja? Nuk do të duhet më të ndjekësh para. Paraja do të gjejë ty në mënyra që s'mund të imagjinosh. Do të telefonojnë për një punë që as nuk e ke kërkuar. Do të kthejnë një borxh që e kishe harruar. Do të gjesh mundësi që duken shumë të mira për të qenë të vërteta, por do të jenë të vërteta për ty. Dashuria? Nuk do të duhet më të lypësh dashuri. Ti je bërë dashuri që ecën. Njerëzit do të tërhiqen nga ti pa ditur pse. Do të shohin në sy dhe do të ndjejnë siguri, paqe, shtëpi. Dikush do të hyjë në jetën tënde dhe do të thotë, unë të kam njohur gjithë jetën. Shëndeti? Trupi yt por i kujton se si të shërohet vetë. Çdo qelis po merr urdhrin e ri, ti je i shëndetshëm, i plot, i fuqishëm. Dhimbjet e vjetra do të fillojnë të zbehen pa shpjegim mjekësor. Energjia jote do të jetë si e një 20 vjeçari edhe nëse ke kaluar 50. Dhe më e bukura, ti nuk do të mburrësh më. Sepse ti e di që nuk je ti që po e bën këtë. Është Zoti që po jeton përmes teje. Ti thjesht u bëre një en aq e pastër, sa që drita kalon pa pengesë. Çdo mëngjes kur zgjohesh, thuaj vetëm këtë fjali para se të hapësh telefonin. Unë jam frekuenca. Çdo gjë që më përket më gjen sot pa vonesë. Pastaj vëzhgo. Vëzhgo si bota tërhiqet dhe të sjell gjithçka që dikur ke lutur me lot në sy. Jo sepse je me fat, por sepse ti u bëre vetë fati. Ti nuk je më duke hyrë në sezonin e begatisë. Ti je bërë sezoni i begatisë. Dhe sezoni nuk pret askën. Ai thjesht lulëzon. Pika 8. Përfundim, deklarat fuqie. Ky është momenti yt. Mos e shty për nesër. Tani. Pikërisht tani. Thuaj me zë. Unë jam i zgjuar. Unë jam i mbrojtur. Unë jam i dashur nga Zoti. Unë jam gati të marr gjithçka që më përket. E ardhmja jote ka filluar. Ti je gati. Dhe universi po të pret me krah hapur. Faleminderit që je këtu. Faleminderit që zgjove. Tani shko dhe jeto si versioni që Zoti e pa kur të krijoi. Namaste. Shpërndaje këtë video kujt i duhet ta dëgjoj sot. Sepse dikujt i duhet pikërisht ky mesazh pikërisht tani.